Me një postim me plot krenari në Facebook, Ministri i Arsimit Arbrien Agasi njoftoi shpalljen e përfituesve të bursave për studime jashtë vendit. Zemra plot për vajzat dhe djemt tanë që studiojnë në universitetet më të mira në botë për mbështetjen e madhe dhe të merituar që ua kemi dhënë. Shkroi ministrja duke ndarë lajmin për 152 persona që do të marrin mbështetje financiare nga mashti. Vlen të theksohet se ndarja e këtyre bursave është bërë në disa kategori, pra për bachelor, master, doktoratur dhe postdoktoratur. Gazeta Nacionale ka mësuar se në listën e përfituesve që do të marrin mbështetje financiare figurojnë edhe emrat të familjarëve, të zyrtarëve qeveritar dhe njerëzve që janë të afërt me pushtetin e vetëvendosjes. E para është Hana Sylla, vajza e zëvendës ministrit të mbrojtjes Shemsi Sylla, e cila studion në master në Universitetin e Zürichit në Zvicër, e cila figuron e 46-ta në listën e përfituesve dhe do të marrë 7.000 euro bursë. Për këtë kategori kanë aplikuar gjithsej 143 kandidat, ku 69 prej tyre janë pranuar, e në mesin e tyre është edhe Hana Sylla. Sigurisht që Gazeta Nacionale e pyeti nëse babai i saj ka ndikuar në vendimin. Kriter për ta përfituar bursën në fjalë është ndjekja e studimeve në një universitet që radhitet në listën e 200 universiteteve më të mira në botë. Unë jam në të 11-ën, pra më ka takuar bursa sepse jam pjesë e një universiteti të tillë. Emri i dytë që bie në sy është Yll Rugova. Yll Rugova është i njohur për të gjithë. Ai ka qenë ish zëvendës ministri i kulturës në qeverinë Kurti Ne, po ashtu edhe ish drejtori i kulturës në Prishtinë gjatë kohës së Shpend Ahmetit. Yll Rugova është i 9-ti në listën e bursave për doktoratur, ku do të marrë nga Ministria e Arsimit 8.500 euro. Në këtë skemë kanë aplikuar gjithsej 188 kandidat. Nga ta, 53 prej tyre janë përkrahur financiarisht, e në mesin e tyre pra edhe Yll Rugova. Edhe Yll Rugovën Gazeta Nacionale ka kontaktuar, por që i njëjti, deri në publikimin e kësaj historie, ai nuk është përgjigjur. Ndërka që në anën tjetër, Ministria e Arsimit, përmes një përgjigje, i tha Nacionales. Vendimarrja bëhet në bazë të transparencës, paanshmërisë dhe objektivitetit, duke garantuar trajtim të barabartë për të gjithë aplikuesit. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë dhënë për Gazetën Nacionale.